Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hiqni qimet e fytyrës përgjithmonë me këtë recetë dhe do befasoheni me rezultatin. Kjo është një recetë e shpikur nga një grua e cila do t'ju shpëtoj përgjithmonë nga qimet dhe do t'ju zbardh lëkurën. Më e rëndësishmja e saj është se i ka të gjithë përbërësit natyral dhe gjendet në kuzhinën e çdo personi. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë çaj gelatin, 2 lugë çaj lëng patatesh, 5 lugë çaj qumësh dhe gjysmë lugë gjelle sodë buke. Udhëzimet: miksojeni të gjithë përbërësit në një tas të vogël dhe vendoseni në mikrovalë për 30 sekonda. Pastroni fillimisht lëkurën sapo ajo të jetë e lagur. Aplikojeni përzierjen me një furçë në drejtim të rritjes së qimeve. Lëreni të thahet plotësisht për 15 deri në 20 minuta. Keni kujdes që të mos e hiqni maskën në drejtim të kundërt të qimeve. Kjo mundet të shkaktojë acarim dhe inflamacion. Ky kombinim funksionon më së miri sepse lëngu i patates e pastron lëkurën thellësisht, e zbutë dhe e rinon atë. Qumshti parandalon acarimin, ndërsa soda e bukës nga ana tjetër zbut qimet dhe e bën më të thjeshtë eliminimin e tyre. Kombinimi i këtyre përbërësve jep gjithashtu një rezultat të mahnitshëm. Qimet në fytyrë janë një problem që e kanë një pjesë e mirë e grave. Shkaqet janë të ndryshme, si për shembull çrregullimet hormonale. Shpeshherë depilimet shkaktojnë irritime, puçra me infeksion dhe skuqje të lëkurës. Për të shmangur të gjitha këto ka disa mënyra me anë të maskave, dhe këto lloje maskash ju mundet që t'i bëni në shtëpi pa pasur nevojën e shumë produkteve. Do t'ju duhet një e bardhë veze. Në një pjatë ndani të bardhën nga e verdha e vezës me anë të një furçe e shpërndajmë të bardhën e vezës në fytyrë. Menjëherë pas kësaj vendosim mbi të bardhën e vezës në fytyrë një pecetë fare të hollë dhe më pas mund ta vendosni në të gjithë fytyrën ose vetëm në pjesën ku keni qime të padëshiruara. E lyejmë pecetën sërish me të bardhën e vezës duke përdorur një furçë ose gishtat tuaja. E lyejmë si për shtresës së dytë të bardhën e vezës dhe vendosim sërish një pecetë tjetër të hollë. E lëm të bardhën e vezës gjithashtu që të ftohet dhe më pas fillojmë që të heqim ngadalë pecetat e thara. Bashkë me to gjithashtu do të ikin edhe qimet. Maska me sheqer dhe me mjaltë. Do t'ju duhet një lugë gjelle sheqer kaf ose të bardhë, një lugë gjelle mjaltë dhe një lugë gjelle ujë, një tas i cili e duron nxehtësinë e mikrovalës dhe një spatull ose shkop akulloreje dhe disa copa në forma shiritash. Udhëzime: vendoseni që të gjithë përbërësit në një enë e cila duron nxehtësinë. Vendoseni enën në mikrovalë ose në një ngrostë të çfarëdoshme. Përzini përbërësit për 30 deri në 35 sekonda derisa përzierja të fillojë të fuskojë dhe të kthehet në ngjyrë kafe. Largojeni enën nga nxehtësia dhe lëreni përzierjen të ftohet pak sa mos t'ju djeg lëkurën, pra të jetë ngrohtë por jo e nxehtë. Merrni pak nga dylli i ngrohtë me anë të një spatula dhe vendoseni atë në zonën ku ju keni qimet e padëshiruara. Merrni një copë shiriti dhe vendoseni mbi zonën e lyer me dyll. Me anë të gishtave ushtroni pak presion mbi copën, duke e sheshuar atë me lëvizje sipas drejtimit të rritjes së qimeve. Më pas tërhiqeni copën me ngadalë në drejtimin e kundërt të rritjes së qimeve. Përsëriteni të njëjtin proces derisa qimet e padëshiruara të jenë larguar krejtësisht nga fytyra juaj. Maska me shafran indie. Shafrani indis mundet gjithashtu që të përdoret i vetëm ose i kombinuar me përbërës të tjerë për heqjen e qimeve në fytyrë. Ai ka veti antibakteriale dhe gjithashtu parandalon infeksionet e lëkurës. Merrni 2 lugë çaj shafran indie dhe përziheni atë me ujë për të bërë një pastë të hollë. Shpërndajeni përzierjen në fytyrë dhe lëreni për 10 deri në 15 minuta. Pasi maska të jetë tharë, fshiheni atë me një copë pak të lagur,
duke e lëvizur copën në drejtimin e rritjes së çimeve. Përdoreni këtë maskë rregullisht për disa javë derisa çimet e fytyrës të jenë larguar plotësisht një herë për gjithmonë. Një nga gjërat më të bezdishme për femrat janë çimet e fytyrës, por akoma më të bezdishme janë metodat e dhimbshme për t'i hequr ato. Ndërmjet mënyrave të dhimbshme si piskatorja, depilimi me pe, gjithashtu strisha e dyllit apo depilimi me sheqer, të gjithë do të doni t'i jepni fund një herë për gjithmonë këtij problemi. Edhe pse keni provuar me dhjetra maska, kremra depiluese të tjerë, çimet mbi buzë duket sikur nuk lëvizin nga vendi. Megjithatë, ka plot metoda natyrale për heqjen e tyre pa dhimbje. Ne këtu do t'ju prezantojmë 2 maska të thjeshta të cilat do t'ju ndihmojnë t'i hiqni lehtësisht çimet mbi buzë. Maska me kafe dhe sodë buke. Ideja e kombinimit të kafes me sodën e bukës nuk do t'ju entuziazmoj as pak nëse do të kërkohej ta hanit apo ta pinit. Por në fakt, nuk është e njëjta gjë edhe për fytyrën tuaj. Kjo maskë është e veçantë dhe sigurisht ndër më efektivet kur bëhet fjalë për eliminimin e pushit dhe çimeve të padëshiruara në fytyrë. Në një enë, ju duhet që të shtoni 2 lugë gjelle kafe pluhur, 1 lugë çaj sodë buke dhe 1 lugë gjelle ujë. Përzieni mirë derisa të krijohet kështu një masë e trashë e cila në pamje të parë i ngjan një skrabi të lëkurës. Hapeni në zonën mbi buzë me kujdes dhe pasi të veproj për disa minuta, filloni ta hiqni me anë të një spatule në anën e kundërt të çimeve. Pasi ju ta lani fytyrën do të vini re ndryshimet e para. Mjafton që ju ta përdorni 2 deri në 3 herë në javë dhe çimet tuaja do të zhduken plotësisht. Maska me miell mistri dhe vezë. Me siguri keni dëgjuar për recetën klasike me sheqer dhe të bardhë veze që përdorin mamat dhe gjyshet, por na besoni që kjo maskë është ajo që ju kërkoni prej kohësh. Përveç se ajo eliminon çimet me gjithë rrënjë, shërben gjithashtu edhe si një skrab natyral që heq qelizat e dëmtuara dhe i jep lëkurës tuaj një ndjenjë freskie. Në një enë qelçi ju duhet të përzieni 1 kokër veze dhe rriheni me pirun, më pas shtoni 2 lugë gjelle miell mistri dhe përzieni derisa të formohet një masë homogjene. Përdoreni mbi buzë dhe lëreni të thahet për pak minuta. Më pas hiqeni nga lëkura me anë të lëvizjeve rrethore dhe kur ta lani fytyrën do të vini re se maska ka funksionuar vërtet. Gjithashtu, ju mundet të përdorni edhe këtë recetë ku përbërësit që do t'ju duhen janë 2 majluge çaj me miell qiqrash dhe 1/4 lugë çaj me shafranin dije, 3 deri në 4 lugë çaj qumësht i papërpunuar dhe 1 lugë çaj lëng limoni dhe 1 lugë çaj vaj kokosi. Shtojni të gjithë përbërësit sipas radhës ose sipas dëshirës në një enë dhe përzieni mirë derisa të formohet një masë kremoze. Për ta kuptuar që është gati apo jo, duhet që kjo masë të ndahet lehtësisht nga luga. Përhapeni në të gjithë fytyrën dhe me ndihmën e mollzave të gishtave dhe lëreni derisa të thahet. Kështu ju do të keni ndjesinë e tërheqjes në fytyrë për pak minuta, por nuk është asgjë për t'u shqetësuar. Pasi maska të jetë e mpiksur, shpërbëjeni me gishta. Kjo recetë e vjetër indiane gjithashtu ndihmon për të hequr papastërtitë nga lëkura dhe për ta hidratuar atë. Ajo duhet të aplikuar një javë me radhë derisa rezultatet të fillojnë edhe të flasin vetë. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!